Horoskopi i muajit nëntor për 6 shenjat e para. Dashi. Ti je mësuar me zjarrin, dash. Por ky muaj nuk fillon me flak që digjen jashtë, por me nxehtësi që vjen nga brenda shpirtit. Sezoni i akrepit po ndriçon zonën tënde të intimitetit, lidhjeve shpirtërore dhe borxheve karmike. Nuk është një teren i lehtë, por është i domosdoshëm për rritjen tënde. Marsi, planeti yt sundues, qëndron ende në akrep deri më 4 nëntor, duke të ftuar të përballesh me pyetje të thella. Kujt i besoj aq shumë sa ta lejoj të më shoh plotësisht? Ose pse vazhdoj të jap energji në situata që nuk ma kthejnë? Ky është muaji i transformimit të brendshëm. Mund të ndodhë një takim që ndjen sikur e ke jetuar në një jetë tjetër, ose një zgjidhje e vonuar financiare apo emocionale që më në fund të çliron. Ti nuk po dramatizon, po përjeton një inicim shpirtëror. Dhe kjo është shumë më e thellë se çdo histori e zakonshme. Më 5 nëntor, hëna e plot në dem ndriçon sferën tënde të parave dhe vetvlerësimit. Gjërat bëhen të qarta, dhe ndoshta edhe pak të forta. Apo e vlerëson veten sa duhet? Apo shpërblehesh drejt për punën tënde? Uranusi retrograd, që po i afrohet fundin e udhëtimit të tij në këtë shenjë, mund të sjellë një kthes të papritur, një mundësi të re, një pagesë të papritur, apo një mënyrë krejt ndryshe për të parë raportin tënd me paratë. Mos e shih si dënim, por si një auditim kozmik. Universi po të pyet, a janë vlerat e tua në harmoni me mënyrën si jeton? Por kujdes, më 9 nëntor, Merkuri futet në retrograd në të njëjtën zonë të hartës tënde, kështu që, po, ëndërro lirshëm, por kontrollo detajet. Planet mund të vonohen ose të ndryshojnë rrugë, por jo për të penguar, për të ndihmuar të kuptosh arsyen e vërtet pas çdo qëllimi. Kur më 18 nëntor Merkuri të kthehet në akrep, do të kesh mundësinë të shërosh frikën, të kuptosh më thellë pushtetin tënd dhe të lidhesh me dëshirat më të vërteta. Ky është momenti ku forca jote merr formë të re. Më e qetë, më e pjekur, më e ndërgjegjshme. Pastaj, më 21 nëntor, me hyrjen e diellit në shigjetar, drita rikthehet, rret shpërndahen. Dhe papritur, pamja e madhe bëhet e qartë. Më 29 nëntor Merkuri del nga retrograda dhe më 30 Venusi hyn në shigjetar. Është si të hapësh një dritare të re në shpirt, dashuri, udhëtime, njohuri, frymëzim. Gjithçka ndjehet më e lehtë. Dashi që filloi muajin nuk është i njëjtë me atë që e përfundon. Tani je më i thellë, më i mençur dhe më i lidhur me veten. Ti nuk u ngritë thjesht nga hiri, ti studiove zjarrin, kërcove me të. Dhe tani e përdor për të ndriçuar kapitullin tënd të ri. Demi, nëntori nis me intensitet në çdo frymëmarrje. Dem, sezoni i akrepit po ndriçon fushën tënde të marrëdhënieve dhe nuk ka ardhur për gjysma masash apo ndjenja të vakta. Me Marsin që qëndron ende në akrep deri më 4 nëntor, lidhjet e tua bëhen pasqyra më e qartë të shpirtit tënd. Ato të tregojnë çdo të vërtetë, edhe ato që do të doje t'i shmangje. Për disa Demi, ky është një tranzit pasionant dhe tronditës në nivel shpirtëror. Për të tjerë, sjell tensione, xhelozi, apo nevoja të paplotësuara që kanë vluar nën sipërfaqe për muaj të tërë. Nëse je beqar, standardet e tua po ngrihen, dhe ashtu duhet. Nëse je në një lidhje e ndjen se marrëdhënia duhet të evoluoj për të mbijetuar, dëshiron më shumë, dhe nuk je gabim për këtë. Më 5 nëntor, vjen hëna e plot në shenjën tënde. Momenti yt vjetor në qendër të skenës. Ka qenë një vit i gjatë, apo jo? Dhe megjithatë ja ku je, më i butë, më i fortë, më i vetëdijshëm. Kjo hënë, e sunduar nga Venusi, po mbyll një kapitull. Është një përzierje mes gëzimit dhe lëshimit, një festë për sa ke arritur, dhe një lamtumir për versionet e tua të vjetra që nuk të shërbejnë. Uranusi në retrograd në shenjën tënde, në fundin e ciklit të tij 7 vjeçar, të shtyn të pranosh plotësisht sa shumë je ndryshuar që prej 2018-s. Pamja jote, identiteti yt, mënyra si dashuron dhe si ecën përpara, të gjitha janë ndryshe. Disa gjëra që dikur të përkufizonin, tani duken si kostume të vjetra. Është koha t'i varësh dhe t'i lësh pas, sepse diçka e re po rritet në vendin e tyre. Binjakët, të jemi të sinqert, binjak.
Fillimi i nëntorit mund të ndihet si mjaltë që nuk rrjedh, dielli ndodhet në Akrep, ndërsa Marsi po mbyll udhëtimin e tij në sektorin tënd të shëndetit dhe rutinës. Kjo do të thotë se ke qenë në gjendje rregullimi, duke rregulluar zakonet, mendimet, ambientin, madje edhe kutinë e postës elektronike. Ose të paktën ke provuar ta bësh, por energjia e këtij muaji kërkon më shumë se organizim. Ajo të pyet, në çfarë po e përdor energjinë e jetës sime? Trupi yt po flet më fort tani, dhe nëse ke neglizhuar pushimin, kufit apo kujdesin ndaj vetes, do ta ndjesh qartë, kështu që lejo që java e parë e nëntorit të jetë një rivendosje e brendshme. Një rehabilitim shpirtëror nga lodhja, ndjenja e fajit dhe shmangia emocionale. Ky është letrimi yt i lejes për të ndaluar, për të dëgjuar dhe për të rikthyer tek vetja. Më 5 nëntor, hëna e plot në dem ndriçon sferën tënde shpirtërore, si një mesazh që vjen nga ëndra apo një ndjenje e fortë intuitive që nuk mund ta injorosh. Nëse ke vështirësi të ndalesh, kjo hënë do të mësoj si një kapitull mbyllet këtu, ndoshta një besim i kufizuar, një lidhje që s'të ushqen më, apo një premtim që ke bërë dikur, por që s'të përket më. Venusi është ende në peshore gjatë kësaj hëne, kështu që momenti është edhe estetik. Rrethoje veten me muzikë, aromë dhe butësi. Kur më 6 nëntor Venusi të hyjë në Akrep, energjia bëhet më e thellë dhe reflektuese. Ritmet e tua ditore ndryshojnë. Mund të ndjesh nevojë për më shumë qetësi, për më shumë kohë vetëm. Por kjo nuk është izolim, është integrim. Sepse Uranusi në retrograd në dem po mbyll një cikël 7 vjeçar transformimi në nivel të pavetdijshëm, ti po kupton se sa shumë ke ndryshuar. Edhe në mënyra që si ke parë dot me sy, pastaj gjërat bëhen interesante. Më 9 nëntor, Merkuri futet në retrograd në shigjetar, pikërisht në zonën tënde të marrëdhënieve. Po, kjo do të thotë se ishët mund të shkruajnë. Bashkëpunëtor të vjetër mund të rikthehen, ose partneri yt mund të thotë diçka që të bën të pyesësh, çfarë donte të thoshte me këtë? Mos e lër panikun të pushtoj. Ky është thjesht sinjali kozmik për të rishikuar marrëdhëniet e tua dhe mënyrën si komunikon brenda tyre. Më 18 nëntor, Merkuri kthehet në Akrep, duke të ftuar të reflektosh mbi kufijtë e tu emocional dhe mënyrën si ndan energjinë me të tjerët. Nëse ke bërë shumë për të gjithë, klasik për një binjak kur është i shqetësuar. Ky është momenti për të deleguar, detoksifikuar dhe dalluar prioritetet. Mos ki frikë të mos përgjigjesh menjëherë. Universi do të kujdeset që gjithçka të ndodhë në kohën e duhur. Në pjesën e fundit të muajit, historia merr kthes pozitive. Më 21 nëntor fillon sezoni i shigjetarit, duke ndezur sërish fushën e marrëdhënieve dhe duke të kujtuar se vulnerabiliteti nuk është dobësi, por ftesë për intimitet të vërtetë. Ndërkohë, më 11 Jupiteri fillon retrogradën në Gafore, duke sjellë një rivlerësim të raportit me paranë dhe sigurinë emocionale. Më 27 nëntor, Saturni kthehet në drejtim normal në zonën tënde të karrierës, duke të dhënë seriozitet dhe përkushtim ndaj ëndrave të tua profesionale. Dhe më pas, më 30 nëntor, Venusi hyn në shigjetar, duke të rikthyer magnetizmin, shkëlqimin dhe dëshirën për të jetuar plotësisht. Pas gjithë kësaj pune të brendshme, je gati të flirtosh me jetën sërish, të qeshësh, të dashurosh, të ndjesh. Ti mund t'i bësh të dyja, thellësinë dhe lehtësinë, sepse pikërisht aty qëndron fuqia jote më e madhe. Binjak. Gaforia, nëntori fillon si një poezi me një kthes të papritur. Gafore, sezoni i Akrepit ndez sektorin tënd të krijimtarisë, romancës dhe gëzimit, por ky nuk është një gëzim i lehtë apo kalimtar. Është gëzimi që lind nga shërimi i fëmijës sën brenda. Kjo është arsyeja pse ky muaj mund të sjellë ndjenja të buta e të brishta në sipërfaqe, zemërime të vjetra që s'janë shëruar plotësisht, dashuri të harruara, apo ëndra që dikur i pesi të paarritshme dhe tani kërkojnë një shans të dytë. Edhe Marsi ndodhet këtu, duke trazuar pasionin dhe dëshirën për të krijuar. Nëse ke një ide që e ke mbajtur për brenda, ky është dritë jeshile për ta lindur. Por kujdes, Akrepi nuk bën asgjë për gjysmë, në dashuri, në art apo në dëshirë, ose je brenda plotësisht, ose as pak. Më 5 nëntor, hëna e plot në dem ndriçon fushën tënde të miqësive dhe bashkësisë.
Do të kuptosh se kush është vërtet në krahun tënd dhe kush nuk rezonon më me vizionin e ri që ke për veten. Nëse ndjen se është koha për t'u larguar nga dikush, bëje me dashuri, jo me faj, ndoshta për disa. Kjo hënë sjell edhe dëshirën për të udhëhequr në një projekt të ri, për ta kthyer një pasion privat në diçka publike. Kjo hënë është në ndikimin e Venusit, i cili ndodhet në fund të udhëtimit të tij në peshore. Duke vënë në pa edhe jetën tënde familjare e shtëpinë, ritualet e bukurisë, kujtimet me rrënje familjare, apo një bisedë e gjatë me një njeri të dashur, të gjitha janë ilaç shpirtëror tani dhe pastaj. Më 6 nëntor, Venusi hyn në Akrep, dashuria jote merr ngjyrime të reja, si një roman misterioz dhe i thellë, shikime që flasin, ndjesi që lexohen pa fjalë, dëshirë për lidhje që prek shpirtin, jo thjesht trupin. Dikush mund të dojë të shkojë më thellë me ty, por pyetja është, a mund të ndjek aty ku je ti tani? Pastaj vjen retrograda. Më 9 nëntor, Merkuri fillon lëvizjen e kundërt në shigjetar, duke trazuar zakonet, shëndetin dhe ekuilibrin punjet. Mund të humbësh ndonjë skedar, të vonohesh në një takim, ose të ndjesh një shtysë të fortë për të braktisur diçka që të thith energjinë, por mos u frikëso. Kjo nuk është sabotim, është riformësim shpirtëror. Kur Merkuri kthehet në Akrep më 18 nëntor, do të jesh gati të rishikosh një ide krijuese apo të përballesh me një dashuri nga e kaluara. Mos e idealizo të shkuarën, por lejo veten të jesh kurioztar. Ndoshta ka një mësim që nuk e ke parë më parë. Ndërkohë, më 11 Jupiteri fillon retrogradën pikërisht në shenjën tënde, duke e kthyer pjesën e dytë të muajit në një pasqyrë të vetes, si ke ndryshuar nga fore, apo e rrit veten për dashurinë që ndjen brenda, apo për mënyrën si të shohin të tjerët. Universi të fton të zgjidhësh versionin e parë. Më 21 nëntor fillon sezoni i shigjetarit, duke të ndihmuar të kthesh kaosin në strukturë. Detyra jote është të gjesh një rend që të çliron, jo që të kufizon. Saturni del nga retrograda më 27 nëntor, duke të gëzuar në të vërtetën tënde, ndërsa më 29 nëntor, Merkuri bëhet sërish direkt në Akrep, duke çliruar çdo bllokim kreativ ose konfuzion emocional që të ka mbajtur pezull. Dhe në fund, më 30 nëntor, Venusi hyn në shigjetar, duke të rikthyer kënaqësinë për gjërat e vogla, për përgatitjen e kafes së mëngjesit, për dëgjimin e një këngë që të qetëson, apo për flirtin e ëmbël në një moment të papritur. Nëntori përfundon me ty që ndihesh më vetvetja se kur më parë, më e guximshme, më e qartë, më e ndriçuar, gati për të kaluar nga mbijetesa tek shkëlqimi. Luani, nëntori nis duke u përqendruar në rrënjët e tua emocionale. Luani, sezoni i Akrepit ndes sektorin tënd të shtëpisë, familjes dhe botës së brendshme. Me Marsin gjithashtu në Akrep, mund të ndjesh më shumë ndjeshmëri se zakonisht. Edhe nëse përpiqesh të mbash guximin dhe maskën e fortë, ky nuk është muaji për të shtypur ndjenjat, është muaji për t'i parë ato sy më sy. Mund të ketë tension me të dashurit, dëshirë për të ndryshuar hapësirën, për të zhvendosur sende, apo për të vendosur kufi me një shok dhome apo prind, por i merr strehën tënde, fizikisht dhe emocionalisht, dhe nuk është gjithmonë një proces i lehtë, por është thellësisht i nevojshëm për shpirtin. Shënime, terapi, lot në vask. Çdo gjë llogaritet si progres. Më 5 nëntor, hëna e plot në dem ndriçon fushën tënde të karrierës dhe njohjes publike. Bota po të vëzhgon, ke punuar pas skenave dhe kjo hënë mund të sjellë lavdërim, njohje ose promovim. Por gjithashtu të pyet, po e bëj këtë për trashëgimi, apo thjesht për duartrokitje? Venusi është ende në peshore atë ditë, duke zbutur komunikimin dhe ndihmuar të flasësh të vërtetën me butësi, por qartësi. Dita tjetër, Venusi hyn në Akrep, duke shtuar intensitet në jetën tënde private. Pranoni biseda të thella, biseda nate mbi jastëk dhe disa zbërthime të fuqishme familjare. Bota jote e brendshme bëhet romanca reale e muajit, edhe nëse kjo do të thotë të duash veten atje ku më parë e braktisje. Në mes të muajit, retrogradat fillojnë të trazojnë gjërat. Më 9 nëntor, Merkuri nis retrogradën në shigjetar, në zonën tënde të argëtimit, flirtit dhe shprehjes personale. Nëse një ide krijuese ngec ose një mundësi romantike zhduket, mos u panik, rishiko qasjen tënde, pyete veten, ku ka shkuar shkëndija?
Ndoshta je ti që ke nevojë për pushim, jo ideja apo partneri. Kur Merkuri kthehet në Akrep më 18 nëntor, do të rikthehesh te emocionet e pasgjidhura në shtëpi ose me familjen. Një kujtim fëmijërie mund të rikthehet, ose një version i vjetër i vetes mund të va. Një kujtim fëmijërie mund të rikthehet, ose një version i vjetër i vetes mund të vajtoj për atë që ke lënë pas. Mos nxito përmes butësisë. Ndërkohë, Jupiteri retrograd në Gafore nis më 11:11, duke ndezur fushën tënde shpirtërore. Ëndrat janë më të gjalla. Të parët të flasin më fort. Dëgjo. Virgjëresha, fillimi i nëntorit të tërheq brenda vetes. Virgjëresh, sezoni i Akrepit ndez sektorin tënd të komunikimit dhe dialogut të brendshëm. Me Marsin gjithashtu në Akrep, mendja jote është një vatër aktiviteti. Mund të ndjesh nevojë për të argumentuar më shumë se zakonisht, ose për të mbrojtur idetë tua me ngulm, por në vend që të ngecësh në spirale mendimesh ose të sqarosh çdo gjë, ndalo një moment. Kush po përpiqesh të bindesh vërtet? Të tjerët. Apo veten, muaji i këtij nëntori është një ftesë për të përmirësuar zërin tënd të brendshëm, për ta besuar, por edhe për ta sfiduar kur nges në skena të vjetra mendimesh. Terapia, shënimet e ditarit apo regjistrimet audio për veten mund të jenë më të qarta se sa mendon. Më 5 nëntor, hëna e plot në dem ndez sektorin tënd të zgjerimit, të botimeve, udhëtimeve dhe të mësimit të lartë. Diçka që ke studiuar, shkruar apo ndëruar mund të marrë përfundimisht formë, dhe do të duhet të pyesësh, a e dua ende këtë? Venusi në Peshore atë ditë të ndihmon të harmonizosh vlerat përpara se të marrësh vendime të mëdha, por dita tjetër, Venusi hyn në Akrep dhe gjithçka bëhet më emocionalisht e ngarkuar. Fjalët e tua mund të lëndojnë ose të shërojnë, në varësi se si i përdor. Bisedat të vjetra mund të kthehen më vonë në muaj. Kur Merkuri retrograd duke nisur më 9 nëntor në shigjetar, do të kthej hapat e tij, fillimisht në sektorin tënd të shtëpisë dhe emocioneve, pastaj në Akrep më 18 nëntor. Po, Merkuri retrograd në shigjetar mund të sjellë dramat në shtëpi ose nostalgji, mund të rikontaktosh një motër, vëlla, prind apo edhe një shok dhome të vjetër. Ose mund të rifokusohesh mbi vendin ku dëshiron të jetosh dhe mbi bazën që po ndërton për të ardhmen. Jupiteri retrograd në Gafore, duke nisur më 11:11, shton një theks emocional në miqësitë dhe ëndrat afatgjata. Disa lidhje mund të ndihen të largëta, por kjo largësi tregon se kush të sheh vërtet dhe kush është thjesht për rehati. Jo gjithçka që duket e qëndrueshme është ushqyese. Pastaj vjen lehtësimi. Sezoni i shigjetarit fillon më 21 nëntor dhe dielli ndriçon bazën tënde, duke të ndihmuar të ndihesh i sigurt dhe i qetë. Saturni bëhet direkt më 27 nëntor, duke sjellë qartësi mbi kufijtë dhe angazhimin afatgjat. Merkuri bëhet direkt më 29 nëntor, duke rikthyer rrjedhshmërinë në biseda dhe mendime, dhe për ta mbyllur muajin, Venusi hyn në shigjetar më 30 nëntor. Kjo sjell bukuri në shtëpinë tënde dhe ndoshta një plan për një mbledhje të ngrohtë dhe të rehatshme me të dashurit. Ke përfunduar nëntorin me mendje të qartë, zemër të butë dhe një kuptim më të thellë se çfarë do të thotë shtëpia, brenda dhe jashtë.